Ofendoi dhe sulmoi mjekun, bie në pranga 46 vjeçaria zbulohet arsye e çuditshme që çoi gruan në aktin e dhunshëm. Një grua 46 vjeçare zhvon në pranga pasi ka sulmuar një mjek për shkak të pritjes së gjatë në radhë për të kryer vizitën e saj. Policia arrestoi 46 vjeçaren nga Napoli pas denoncimit të disa mjekëve për sulm ndaj kolegut të tyre. Sipas mediave italiane, ata treguan se dy gra ishin ankuar për pritjen e gjatë në radhë për të kontrolluar dhe për këtë arsye njëra prej tyre kishte filluar të shante dhe më pas e kishte sulmuar. Oficerët e policisë konfirmuan sulmin nga pamjet e kamerave të sigurisë që çuan arrestimin e 46 vjeçares.